Tu kemi dy mësime të mëdha. E para ngadalë dhe e dyta mos e njëra problemin. Mos këtë asgjë, por shikojmë derisa sqarohet, duhet shikuar. Ngadalë bashkët ose ngutet ose nuk din si marrë e ignorant, tu s'ka kur gjë, nësa i shkon duke u trash. E pastaj kur pëlqen dhe vërshon nuk mund ta bën zgjidhjen. Prandaj nganjëherë mund të jenë problem i caktuar që zgjidhet me një fjalë caktuar. Një porosi, një këshill, një sqarim i caktuar merr fund. Por kur na e ignorojmë se dikush kemi inat me vet dikan, ose tash me bu më ndajsh, po le të çka do të dal, më mirë sqaroje. Dhe e ignoron nevojën për sqarim, e pastaj mund të shkon duke u grumbullu, duke fuqizu nga brenda sikurse çështja e vulkanit, e pastaj kur pëlqet sikur tek vulkani. Sa më shumë vonohet dali aty, më të mërshëm dali aty pastaj. Nga sa është duke mbledh fuqi mbrapa që kur shpërthan, atë vetë tjetë me pasojë fatale. Andaj pejgamberi do thotë nuk ignorante problemet. Të thotë nuk ishin për të ignoruar. Disa ishin banale, nuk natyrave të caktuara të gjinisë femërore nuk e merrte me të pejgamberin. Normal i te kalon te këto. Po. Disa xhelozi sipërfaqësore, disa thënë normal nuk e merrte me to, se kupton se është normale. Por kjo nuk është normale. Nuk e ignorante. Andaj ka problem që nuk është normale. Por këto si pejgamberi dal nuk merrte vendime të ngutura, nuk lejonte që të merrte qendrim ose vendim përballë gruas së tij nën presion caktuar shoqëror. Ata po flasin, nuk duhet me bëni në klasë kur çka don. Unë dua me gruan tim opozite. Dhe ka raste sot që burri merr vendim ndaj gruas së tij pa verifikim. Vetë si pasojë presionit familjar, shoqëror, presion ko ai duhet me bëj diçka. Dhe mjafton një shkëndizë e vogël e problemit nga ana e gruas që të eskalon situata. Ai realisht nuk është problemi ai që meriton kësaj zgjidhje, me presioni ka sill kat. E këtë presion shoqëror nuk e lën të pejgamberi. Kjo është familja ime, ne jemi tash mbyllëm brenda 4 mureve. Na e zgjidhim problemin ton. Dal ngadal. Le të jetë person sa doni jashtë. Unë dua të marr një vendim të urtë, të matur. Prandaj ngadal, pa presion, po me seriozet dhe pa ignorim, është një nga pikat dhe elementet kryesorë që përbënin metodologjinë e pejgamberit në zgjidhjen e problemit. E dyta. Njëherë kishte i dëguar se kemi probleme me familjen e tij në lidhje me furnizimin. Kërkonin që më tepër të shpenzonte për të pejgamberin ndosaj s'kishte. Parë ishte burr shteti, kishte mundësi të kishte mall shumë, po realisht nuk përfiton nga pozita e tij absolutisht. Dhe hiri Abu Bekri në shtëpi dhe gjithë ashtu duke kërkuar këtë nga pejgamberi. Tha, "Çka ti po lip?" Dhe pejgamberi lëre tha, "Unë do thotë kjo është mundësia ime." Para mëna, ndërsa ato të rrethuar rrethi po kërkojnë më tepër shpenzim. Furnizim më shumë, mundu me rrit pak kostën e harxhimeve, më pak më ushqim më kualizim, mundu pak tisha më tepër. Kërkesa të zakonshme të gruas në jetën bashkëtorë. Nëse Abu Bekri e kapi Aishën, se kishte vajzë ti, thotë ai normal po kërkon nga pejgamberi kështu. Omeri pastaj e kapi Hafsën. Ata nuk patën mundësi, se zakonisht kur burri ka problem me gruan, baba i gruas mundon pak me ndërmjetësu pani mirë të dhondër. Shiko këtu aq ishte i butë pejgamberi sa që eskaloi dhe sabri Abu Bekrit, ja, kjo është tepër për tolerant. Aq ishte pejgamberi domthon i mirë kuptueshëm. Çfarë bërin këtë situatë? E ndëgjoj kërkesën e tyre. Dhe kjo është tetër pikë e rrodhës. Ndëgjoj mirë me vëmendje. Nganjëherë na shpesh e bëjmë pjesë të problemit se nuk e ndëgjojmë deri në fund. E di. Po lede e di çka më thon këtë ani vetë ndëgjoj. Vetë ndëgjoj.